të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm vazhdojmë me diskutu dhe me i përmend shtyllat mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Dhe kemi thënë të ndershëm vëllezër se në jetën e kësaj bote ekzistojnë disa rregulla, disa parime mbi të cilat duhet të ndërtohet shoqëria. E para kemi thënë është besimi në Zot, sepse s'ka shoqëri të mirë, të sigurt pa besim. E dyta kemi thënë dituria është parim mbi cilën ndërtohet jeta, shoqëria në përgjithësi. E treta që kemi biseduar në xhuman e kaluar kemi thënë puna është parim mbi cilën ndërtohet shoqëria. E katërta është durimi dhe e pesta është drejtësia. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm ndalemi te parimi i katër që ka të bëjë me durimin. Të ndershëm vëllezër, nëse Zoti i Madhërisëm e ka porositur njeriu që në jetën e kësaj bote me qenë i durueshëm, dije se Zoti i Madhërisëm e njeh jetën më mirë se ti. Ai e din se njeriu nuk ka mundësi me arrit qëllimet e jetës nëse s'ban durim. Sepse ai ka kriju jetën, ai ka kriju njeriu dhe e di që jeta e kësaj bote nuk është edhe e lehtë. Me arrit qëllimin këtë jetë nuk është lehtë. Por këtë arsye durimi është pjesë mbi të cilën ndërtohet, parim mbi të cilën ndërtohet jeta njerëzore. Zoti i Madhërisëm për njeriu në Kur'an ka thonë e kam krijuar njeriu të fortë. Pse e kam krijuar njeriu të fortë? Sepse jeta, terreni ku zhvillohet jeta njeriu në këtë dunjë nuk është e lehtë. Prandaj duhet me kanë patjetër njeriu krijesë e fortë që mund me i përballu valve të jetës. Para Zoti i Madhërisëm është krijues i gjithdijshëm, i urtë, absolut. Ai e ka krijuar këtë jetë kaq preciz dhe e ka krijuar njeriu si një prej aktorëve kryesor ndoshta të krijesave në jetën e kësaj bote. Dhe i ka kallëzuar se njeriu për me arrit qëllimet në jetën e kësaj bote patjetër i duhet durimi. Nëse lexoni Kur'anin vëllezër e gjeni se shpesh herë Zoti i Madhërisëm e ka përmend durimin. Kur analizoni jetën në përgjithësi, sepse tema është shumë e gjatë, po shkurtoj për shkak me kalu pe temës pe xhuman që me marr informacione më shumë rreth fesë, por nuk është tema shumë e gjatë. Po nëse e analizojmë jetën në përgjithësi, vina në përfundim se gjysma jetës është durim. Gjysma suksesit është durim. Kaç ka domethënë vlerë durimi të kësaj bote. Komplet gjysma jetës me dalë me një peshore, gjysma tjetër është durim. Pra nuk arrijen qëllimet, objektivat e jetës ndryshe këtë dunja vetëm se përmes durimit. Sepse ka disa gjëra që faktori kohë është shumë e rëndësishëm. E për me prit kohën duhet me pas durim. Për me prit me ardha i moment, deri te ai momenti begi duhet me pas durim. Për ndryshe, për nuk i durim, gjërat e mëdha, sukseset nuk arrijen ndryshe. Merrni në çfarë do kënd vështrimi jetën. Analizoni dhe shihni se sukseset e mëdha arrijen vetëm nëse njeriu ka pas durim. Merrem me men vëllezër një nxënës klasën e parë. S'din asnjë shkronjë për alfabetit. Mas 20 vite studime, nëse ka bërë sabër për ditës parë, dikur bëhet shkrimtar, shkruan vet. Po ai ka bërë sabër për ditës parë ku është mund shkohet deri në fund. Për me arrit dijen. Por ndryshe s'u kisha arrit. Ose dikush në biznes për shembull. Sepse këto trit shpesh që bisedojmë me brezën e ri, kur ti shohin njerëz të sukses shumë këta mendojnë që ta bën sukses shumë në natë. A nuk e dinë që deri te suksesi dhe më të kallëzuajsh ka hek. Kur ta shifni një njeri të dijshëm që flet mirë, mos mendoni që ai po në ato po i dijshëm. Po rruga e të dija për ta ka qenë shumë e rëndë. Kur ta shihni një njeri të suksesshëm në biznes ose në punë të hajrit, mos mendoj që ai ka rënë akşam
demel e në saba o bo i pasër. Jo, a i ka kalu oqeane me barikada për me arrit drejt e suksesi. Pra, mi pa i ka bëdurim, sepse ka ditë që një ditë për ditëve ka me arrit, sepse Allahu nuk e zhvlerëson njerëzën e askujt, mundin e askujt. Allahu po garanton se në këtë dunja kanë me shpëtu durimtarët. Allahu po garanton, po thotë të suksesshëm këtë botë kanë me qenë durimtarë. Vëllezër, është surja më e shkurt në Kur'an që ka zbrit, por që në ta është komplet jeta. Zoti Madhërisht thotë pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, sepse koha, vëllezër, dikan e ngrit e dikan e poshtërson. Koha i ngrit ata të cilët e shfrytëzojnë kohën, punojnë, gjallërojnë, vrapojnë pas dijes, pas suksesit. Dhe një ditë për ditë koha ka dëshmitar dhe suksesis mungon, por koha është shpat me dyteja, e cila dhe pret në të kundërt. Vret shumë breza, e fundoset, dekapitulon fatën e individit, familjes, dhe unë të atyre të cilët nuk kanë shfrytzu kohën. E Allahu po thot pasha kohën njeriu është në humner të pafundshme. Për ja shtim 3 kategori të njerëzve, që koha nuk i tret. Thot Allahu illa alladhina amanu, besimi. Vëllezër, besimi dhe në varr, nëse tretët këtë trupi dhe hupin këtë eshnat, besimi s'hup. Besimin Allahu xhallahu ala mbetet i njëjti. Karta e vetme që se tret kur gjë është besimi. As në botën e përjetshme. Allahu thot gjithçka ka me tret, koha illa alladhina amanu, përveç ato që kanë besuar. Wa amilu salihati, dhe kanë bërë vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dhe kanë këshilluar në vepra të mira dhe kanë bërë durim. Kur koha durimtari nuk e mposht. Janë pak minuta, janë pak ditë, janë pak muaj, janë pak vite ku durimtari ka me arrit qëllimin. Sa Allahu është me te. Me ka është Zoti, mas ka rëndësi kush e kunatina. Nëse arrin me fitu mbështetjen e Zotit Madhërisëm, wallahi mos u bën marak kush e kunateje. Kur? Edhe nëse janë numër pa hesab. Sepse ai që vendos për fatën e krijesave është Allahu xhallahu ala. Nuk është njeri. Sa njeri ka rënë mramit e kërcënuar, ai kanë me jetën sabah ka përfunduar në varr me nesta merr. Sa njeri ka dëshiruar dikuj varrën e të nesën ka rënë vet me nesta merr. Se kërkush si ka këtë matematika ndorë. Sa njeri dëshiron të keqën dikuj ai rritet edhe më shumë. Sa i ka raportin me Zotin mirë. Pra vëllezër, durimi, ne fatkeqësisht jemi një popull që në disa gjana s'kemi durim. Dhe rezultatin e mos durimit, vallahi po e psojna. E psojna në familje, e psojna në shoqëri, po e psojna në shtet, për shkak të mos durimit, në nënçurisë në durim. Edhe i prishmi balancat. Kjo është e keqe. Minuti të na shumë i madh. Me konë që ka qeshtrajt jeta ose koha për neve, thot njeri arsyton, thot mirë, është gutë se ka një punë më të madhe. Po këshëve vëllezër sa kemi durim na, veç një shemë më thjeshtë, a jemi brenda xhamina, që po dalun në parking kjerë dhe për shumë, shkina për ku kjerët. S'ke pas durim, dhe sekonda, migra dhe pak për para dhe me përku mirë. E falmi namazën e xhamës, hala pa unë ngrit në qiell, lutja, trosh bëmi të shkallë kush po del për para. Ka shpun thjeshta, po me pas zarë vëlla, shka bojmë na? Shka bojmë na me pas zarë? Shka bojmë na, Allah mos na sprovoj me pas zarë të madhë? Shka bojmë na, vëlla? S'na bojnë punët, se kriterët kina prish. Pra durimi është shumë rëndësin këti e vëllezër. Nuk mund është me pa sukses. Baba kia kemi punu 1 vjet. Allahu do ta sprovoj javën e fundit ta ban durim. Ky s'ban durim e prish punën 1 vjeti. Pikën zero thejet.
Edhe shkoj mirë diçka. Jo, ka shku mirë, po ti një parim se ke respektu. Ti s'ke ba durim. Do të me ba durim me menquri. Dhe për shkak kohës, vëllezër, janë 3 lloje të durimit. Për shkak kohës, se po i koha shpejt. Një durim do të me pas në rrugën e Zotit. Nuk është lehtë me kom besimtar. Nuk është lehtë me thirrë zonin sabah e ti nxet në kauç, mu çu be kauçit. Ama do të më çu. Do të me prish pak çefen për me kom besimtar rrugën e Allahut azza wa jall. Do me pas durim për me adhuru Allahun tanë, sepse nëse s'ki durim për Zotin, për ka kemi pas durim? Për ka? Nëse për Allahun tanë s'ki durim, për ka ki durim? Pra një durim të mëson që shme qenë në frekuencat të me donë të këshillave të Zotit madhrishëm, me pas durim rrugën e Zotit. Vallahi nuk është let milon haramet. Keni pa në Ramazan, kalojnë në për rrëth shitoreve, kalojnë rrëth ujit, lakmojnë, po në durojnë se dim që në mramje është suksesi madhë. I bëjmë durim për i të Allahut xhelle wala. Durimi në rrugën e Allahut. Është temë e gjanë, po për përmendi vetëm për shkak me kompletu temën ku do me dalë. Lloji i dytë i durimit, vëllezër, durimi në sprova. Mas pari do me lutë Allahun azza wa jall mos më na sprovoj me ata që s'u çojna. Po nëse na ka zgjedh Zoti më na sprovoj me diçka, duhet me bë durim. Allahu ka thonë Kur'an do t'ju sprovoj me frikë, me vdekje të antarëve të familjes, fëmijë, baballar, nana, motra. Do të sprovoheni edhe me varfëri e me shumë gjëra tjera. O beshiri sabirin, përgëzoj ata që bojnë durim për hitë Allahu xhelle wala. Pra me bë durim në sprova. Na godasin sprovat, pa dije, pa vetdije, pa dëshirën tonë, pa vullnetin tonë, të parën fjalë që e thojmë o Allah, caktimet të në bëgjitha unë më mbështetat e ti. Në ti del flaka dënjas, unë më mbështetan ty. E Allahu ka thënë kush mbështet në Allahun azza wa jall, Allahu nuk e levet. Dhe sprova do t'jetë sukses i madh për ty në të ardhmen. Pra me bë durim me sprova vëllezër. Dhe durimi i tretë është me bë durim për gjërat që provokojmë këtë dunjë. Janë të pahijeshme po na provokojnë në me bë durim. Edhe ju e keni punën e juve, nderën e juve, moralin e juve, jetën e juve, vazhdoni. Ne do të bëjmë durim për Allahun xhelle wala. Dhe s'ka tjetër rrugdale përveç se mi qëndru besnik Allahut subhanahu wa taala. Dhe çështja tjetër shkurtimisht, çka të ndihmon durimi? Janë 3 çështje, po them vëllezër, kjo temë është shumë e gjatë. Kena mujt me fol 6 muaj për këtë temë, se ka shumë shpjegime të mira në psikologji e kështu me radhë. Po për shkak të kalimit në për tema tjera, unë po i shkurtoj temat. 3 çështje ti garanton durimi, që s'ja garanton askujt tjetër. E para, e qetëson shpirtin. E dini vëllezër që askush në këtë dunja hala nuk njeh ilaç njeri që mund me qetësu shpirtin dikujt. Përveç durimi. Durimi e qetëson shpirtin. Rahatun nafs. E përdore durimin kemi kuptu edhe nëse me disprovës sa i qetë shpirti, zemra dhe mendja. Sepse u shqen dikush tjetër, Allahu xhelle wala. Ai e man kontroll përmes durimit mendjen, zemrën dhe shpirtin e njeriu. Keni parë njerëz për shkak sprovës shmendën. Dhe keni parë njerëz që në sprovë keshin. Këto është pyetje mbështetjen e Zotit në madhrishëm. Të njëjtit sen i ka ndodhur dikujt tjetër. Po njëri bën sabër dhe është i qetë, tjetri nuk bën sabër dhe del pi kontroll dhe këtë, dhe shkon të e thellu krizën. Se kur gjasën bën. Hiç. Ai që bën durim, Allahu xhelle wala nxjerr për krizën. Ja qetëson shpirtin, mendjen, e kështu me radhë. E dyta vëllezër, përmes durimit arrihet diçka që s'u arrin me kurrë tjetër, vetëm përmes durimit. Ka disa suksese në këtë dunjë i ka lënë Allahu një farvije. Ka thonë këtu, në këtë farrafshin,
mrin veç durimtarët. O as nuk çon pasuria atje, as mençuria, as shoqëria, as rrethi, as nuk ka sen këtë dunjë që tulën çat karrik, sepse Allah e ka rezervuar atë nivel vetëm për ata që bëjnë durim. S'ka rrugë tjetër që mrin ata. Vetëm përmes durimit. Dhe treta vëllezër që është shumë e rëndësishme, kush e aktivizon durimin në sprova të ndryshme, vështirësi të ndryshme, është argument se ky njeri nuk ka ankth dhe s'ka mundësi me ra prej depresionit. Dhe kjo është konstatim shkencor, psikologjik. Është e pamundur me kap ankthi, me kap depresioni, dikani i cili ka aktivizuar në besimit. Pse? Anën e durimit. Sepse Allah ka kriju qeliza neurone speciale që ku të aktivizohet durimi, gjitha rrugët e stresit, depresionit mbyllen. S'ka mundësi me mri depresionin. Po kur të vjen niveli i durimit, rritet ana tjetër negative. Dhe shqetësohet pastaj mendja dhe del pi kontroll dhe njeriu ka vështirësi edhe në menduarit, edhe duke nejt një vështirësi e shtë. Pra durimi, vëllezër, është armë me cilën njeriu mund me i përballu valët e jetës. Allah po thot për njeriu ne kam krijuar njerin të fortë, sepse tereni ku zhvillohet jeta është shumë e ashpër. E një prej pikave më të forta që ka njeriu është durimi. Nëse analizojmë aspektin psikologjik të njeriu, pika më e fortë me cilën mund krenohet njeriu është durimi. Për këtë arsye dietar kanë thonë o Zot, mos lësho ndëshkim sa bën njeriu. Se nga njeriu është shumë i fortë. Se Allah e ka përmend në Kur'an se është i fortë njeriu. Dhe vëllezër të ndershëm, ku kemi fjalën këtu te durimi dhe depresioni, ku e di çka? Themeluesi i mjekësisë Ibn Sina, që i thonë Avicena, ka qenë hoxh, ai ka shpjeguar kursisë kur unë sot. Veç ai ka qenë dietar, unë jam nxënës i tina. Dallimi mes meje dhe tina. Ai ka vesh zhybën, shallën, edhe ka shpjeguar në xhami, edhe ka mojt hutbe. Është themeluesi i medicinës, në mënyrë konfirmuar botërisht. Në 700 gjuhësh për këtë libër ati, i pari që ka shkuar në mjekësi është ai. Ai ka thonë një fjalë shumë interesante, që sot shkenca zbulon. Thot mendja njeriu është e aftë me smut, cilën do pjesë trupit, pa unë smut hiç. Dhe mendja njeriu e shëron cilën do pjesë trupit pa prek brisk hiç. Dhe sot po thuajnë shkencëtarët na të jetuar në shekull të depresionit. Dhëm koma, dhëm shpina, dhëm trupi, ndërkohë të gjithë janë shnosh, mendja u prish. Pse u prish mendja? Sepse se ka aktivizu atë pjesën kryesore të anën, durimin. Për këtë arsye dhe ne shumë shpejt dështojmë përballë qofshin krizat e vogla të jetës. Nuk ka vëllezër, a diku s'kena mos provuar në xhenet. Nëse e gjen një njeri që ka lind këtë dunja, edhe ka shku në vdekje pas provë, të lutna ku ta përfundojmë xhamon, shkruan një emër dikun. Ta mësoj dhune. Nuk ka jetë pas provë. Por gjitha provat janë kalimtare kur ne jemi të fortë me besim dhe kur hypin në nijet e durimit me lenë Allah Azza wa Jall, do të mbrimin e prigje edhe të kësaj bote dhe në botën edhe xhenetit me lenë Allah Azza wa Jall. Tu po përfundoj për shkak të kohës, me vazhduan xhuman e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasni pak përpara xhamat, se ka xhamat. Hasni pak përpara